Unë për sot nuk pres diçka 3, edhe pse do të dëshiroja të kishte 3, sepse u bën shumë gjatë, mirë po kjo nuk varet prej meje, varet prej krerëve të partive politike. Unë jam aty vetëm drejtues teknik, shpeshherë ka edhe keq kuptime me njerëz thonë pse s'po jep zgjidhje kësaj pune. Unë nuk jam as për të dhënë zgjidhje, as për të mos i dhënë zgjidhje, as të imponoj mënyrën e votimit, as si të votojnë, as si mos votojnë. Mirë po të është garahise për shkak të moshës, jo për shkak të një privilegje tjetër. Unë e kam dëgjuar, e kam parë edhe nëpër media, po unë s'du të merrem me ta. Thonë, Avni Dehari e ka një skenar sekretarisë, edhe një skenar të Albin Kurtit. Skenari vazhdimisht na vjen për sekretarisë, vjen mua, i vjen Sala Jasharit, edhe sekretaria e ka. Edhe unë atë skenar e kam. Po skenari do të ndryshoj kur krerët e partive politike merren vesh, atëherë sjellin një skenar edhe unë do të isha shumë i lumtur që ai skenar të jap fund edhe sot këtij ngërçi. Po 6 herë është provuar me votim të hapur. Nuk ka dhënë rezultat. Me 16 prill ju drejtova presidentës me një letër që të na ndihmoj. Edhe në përgjigjen e saj thot vetë duhet gjeni zgjidhje. Desa rregulloria e lejon edhe votimin e hapur, edhe votimin e fshet, desa votimi i hapur nuk dha rezultat, vendosa ta provojmë edhe me votim të fshehur. Prapë sërish nuk jep rezultat, sepse unë mendoj fatkeqësisht janë në pyetje inatet. Kjo seancë për 3 minuta do të përfundojë edhe po të ketë zgjidhje. Se pika e tretë është vetëm votohet, kur gjë më tepër, jo, del edhe kryetari, edhe ai kryetari që disa minuta që do të zgjas më shumë, edhe nuk është në rregull, nuk është mirë, po s'ke që ban.